Ajo kishte vetëm 10 orë për të mbijetuar, e mbyllur në një frigorifer -50°C. 8 muajshe shtatzën me binjak, nga i vetmi njeri që premtoi ta mbronte, burri i saj. Por kjo nuk është vetëm një histori tradhtie, është historia e asaj që ndodhi kur ai bëri një gabim fatal. Ai e nënvlerësoi, sepse ajo nuk mbijetoi vetëm atë natë. Ajo lindi, i mbajti foshnjat gjallë dhe shkatërroi burrin që u përpoq ta zhdukte. Para se të fillojmë, më shkruaj nga po na shikon dhe abonohu në kanal për histori të tjera të jashtëzakonshme si kjo. Jeta e Arta Kelmendit kishte hyrë në një ritëm të qetë që dukej i sigurt, i parashikueshëm dhe i njohur. Mëngjeset fillonin me zhurmën e lehtë të kafes që zihej në kuzhinën e vogël, ku gjithmonë ndihej aroma e bukës së ngrohtë dhe qumshtit. Ajo preferonte gjëra të thjeshta, bukë të freskët nga furra e lagjes, pak djathtë të bardhë, ndonjëherë ullinj dhe çaj kur kafja i dukej e rëndë për trupin e saj këto kohë. Shtatzënia e kishte ngadalësuar, por gjithashtu e kishte bërë më të vetëdijshme për çdo hap. Dora i shkonte shpesh te barku, duke ndjerë lëvizjet e buta që i kujtonin se nuk ishte vetëm. Banesa që ndante me Adrianin ishte modeste, por e rregullt, në një lagje të qetë ku njerëzit përshëndeteshin pa u përzier shumë në jetët e njëri tjetrit. Jeta nuk ishte luksoze, por ishte e qëndrueshme. Adriani punonte gjatë, por gjithmonë kthehej i qetë, i përmbajtur, me atë lloj sjelljeje që krijon besim pa shumë fjalë. Ai fliste me kujdes, nuk ngrinte zërin dhe dukej si një njeri që gjithmonë kishte kontroll mbi gjithçka. Kështu kishte menduar gjithmonë Arta. Atë mbrëmje gjithçka nisi si zakonisht. Ajri jashtë kishte atë të ftohtin e mprehtë të dimrit që të detyronte të ecësh më shpejt. Arta sapo kishte përfunduar një darkë të thjeshtë, fasule të gatuara ngadalë me qep dhe bukë të freskët nga furra. Nuk kishte shumë oreks, por hëngri për foshnjat. Pasi lau enët, u ul për pak, duke vendosur një jastëk pas shpine. Atëherë telefoni ra. Adriani. Zëri i tij ishte normal, i qetë. Më duhet një ndihmë e vogël, tha. Hajde pak te magazina, vetëm për një kontroll të shpejt. Nuk kishte asgjë të çuditshme. Ajo e kishte ndihmuar edhe më parë. Tani, pyeti ajo duke parë orën. Vetëm 20 minuta, tha ai, po të pres. Ajo hezitoi për një moment, pastaj u ngrit ngadalë, veshi pallton dhe doli. Para se të largohej, kontrolloi sobën, dritat dhe mbylli derën. Zakon, jo frikë. Rruga drejt zonës industriale në periferi të Prizrenit ishte e qetë. Kur mbërriti, ndërtesat dukej më e errët se zakonisht. Vetëm disa drita ishin ndezur. Adriani ishte brenda. Ai e priti pranë hyrjes, nuk e përqafoi. Ishte pak e çuditshme, por Arta nuk e mendoi gjatë. Hajde, tha shkurt. Korridori ishte i heshtur, hapat e tyre jehonin lehtë. Të gjithë kanë ikur, pyeti ajo duke parë orën. Po, u ndalën para një dere të madhe metalike. Duhet kontrolluar diçka brenda, tha ai. Pastaj shtoi me një ton të zakonshëm. Herën tjetër, lëre telefonin në makinë, temperatura e dëmton. Ajo pohoi me kokë. Hyri brenda. I ftohti e goditi menjëherë. U kthye për të folur. Dera u përplas pasaj. Zhurma ishte e rëndë, përfundimtare. Në fillim ajo qëndroi pa lëvizur, jo nga i ftohti, por nga hutimi. Adrian, thirrri ajo. Shkoi te dera, e tërhoqi. Asgjë. Përsëri, asgjë. Pastaj interkomi u ndez. Zëri i tij ishte normal, i qetë. Më duhet një ndihmë e vogël, tha. Hajde pak te magazina, vetëm për një kontroll të shpejt. Fjalët nuk kishin kuptim në fillim. Hape derën, tha ajo shpejt. Kjo nuk është shaka. Heshtimi për një moment, pastaj ai vazhdoi, i qetë. Sigurimi do të mbuloj gjithçka. Zemra e saj filloi të rrihte fort. Ti e ke planifikuar këtë, përshpëriti ajo. Duhej, tha ai. Do të duket si aksident. Këmbët e ju dhopsuan, por ajo qëndroi. Foshnjat, tha ajo. Mendoj për to, tha i ftoft. Kjo është mënyra e vetme. Mënyra e vetme. 5 vite martese u shembën në atë çast. Çdo kujtim mori një kuptim tjetër. Ajo mbështeti ballin në derën e ftohtë. Adrian, të lutem. Asgjë. Interkomi u mbyll dhe ajo mbeti vetëm. I ftohti filloi të depërtoj thellë, pa mëshirë. Arta qëndroi në mes të frigoriferit, duke marrë frym ngadalë, duke kuptuar të vërtetën. Burri i saj nuk kishte bërë gabim. Ai e kishte mbyllur aty dhe nuk do të kthehej më. I ftohti nuk priti.
U përhap me njëherë në hapësirë, i ashpër dhe pa mëshirë, duke e shtypur artën nga çdo anë. Brenda pak sekondash depërtoi përmes paltos, përmes rrobave të holla, drejt në lëkurë. Fryma i dilte si re e bardhë që qëndronte për një çast në ajër dhe pastaj zhdukej. Ajri dukej sikur i priste mushkrit. Ajo u kthye sërish nga dera, e kapi dorezën me të dyja duart dhe tërhoqi me forcë. Pastaj më fort. Asgjë. Metali nuk lëvizi. Adrian, bërtiti ajo, më fort këtë herë. Hape derën. Zëri u kthye pas, i zbrazët. Ajo goditi derën me pëllëmb, pastaj me grusht, duke ndjerë menjëherë dhimbjen që i përhapej në dorë. Asnjë përgjithje, asnjë hap, asnjë zë. Heshtja ishte më e rëndë se i ftohti. Ajo mbështeti veshin në derë, duke u përpjekur të dëgjonte diçka, çfarëdo qoftë. Nuk kishte asgjë. Vetëm një qetësi e thellë që e mbyllte nga çdo anë. Arta u tërhoq ngadalë, frymarrja e saj duke u bërë më e shpejtë. I ftohti nuk ishte më thjesht i pakëndshëm, ishte agresiv. I ngjitej në krah, në këmbë, i ngjitej shtyllës kurrizore. Ajo u përpoq të qetësonte frymarrjen, por çdo thithje ajri i diqte. Pastaj, dritat u dridhen. Ajo ngriti kokën menjëherë. Për një çast, gjithçka u errësua pak, hijet u zgjatën nëpër raftet metalike. Pastaj drita u kthye. Ajo qëndroi pa lëvizur, duke e vëzhguar. Pak sekonda më vonë, dritat u dridhen përsëri. Atëherë e kuptoi. Dritat ishin të lidhura me lëvizjen. Nëse ndalonte, do të fikeshin. Dhe në errësirë, do të dorëzohej më shpejt. Jo, përshpërike ajo. Ajo e detyroi veten të lëvizte. Fillimisht hapa të vegjël, të ngadalt, të pasigurt. Këpucët e saj rrëshqisnin lehtë mbi dyshemen e ngrirë. Ecën pak, u kthyre, pastaj sërish. Një hap, kthim. Një hap tjetër. Trupi i saj rezistonte. Çdo instinkt i thoshte të ndalonte, të ruante energjinë, të mblidhej në vetvete. Por ajo e kundërshtoi. Lëviz, tha me zë të ulët. Vetëm lëviz. Duart filluan t'i dridheshin, fillimisht lehtë, pastaj më fort. Dridhjet i kaluan nëpër krah, në këmbë. Dhëmët filluan t'i trokasin pa kontroll. Ajo e përqafoi veten për një moment, pastaj uli sërish duart. Lëvizja mbante dritat ndezur. Lëvizja i jepte kohë. Mendimet filluan t'i shpërndaheshin. Kujtimet për Adrianin u kthyen, por ndryshe nga parë. Më të ftohta, më të qarta. Ajo kujtoi si ai insistonte të kontrollonte parat, si e pyeste për çdo shpenzim, si gradualisht e kishte larguar nga miqt, duke thënë se nuk ishin të përshtatshëm për jetën e tyre. Atëherë dukej si kujdes, tani dukej si kontroll. Ajo kujtoi si ai minimizonte shqetësimet, si e bënte të ndihej sikur po e tepronte, si gjithmonë e korrigjonte me qetësi, sikur e mosonte vendin e duhur. Ndihmonte. Fjala i rëndoi në gjoks. Nuk kishte qenë ndihmë. Kishte qenë kontroll, i fshehur aq mirë sa ajo nuk e kishte vënë. Frymarrja ju bëhe çrregullt. Jo, tha sërish, por këtë herë për diçka tjetër. E vërteta po merrte formë. Një hap tjetër. Një kthim tjetër. Këmbët ju bën më të rënda. I ftohti po hynte brenda saj, duke ngadalsuar. Pastaj ndodhi. Një dhimbje e mprekt në bark. Ajo ndaloi për një çast, duke vendosur dorën mbi bark. Jo, të lutem. Dhimbja shtrëngua, pastaj u lirua. Një kontraksion. Zemra filloi të rinte fort. Është herët, përshpëriti ajo, duke tundur kokën. Shumë herët. Ajo hodhi syt rreth e rrotull sikur dikush do mund të dilte, sikur dikush mund t'i thoshte se gabonte. Nuk kishte askënd. Vetëm i ftohti. Trupi i saj reagonte mbi gjithçka. Frikës, temperaturës, tronditjes. Një hap tjetër. Nuk mund të ndalonte. Një frymarrje tjetër. Nuk mund të ndalonte. Mendimi kërkoi diçka të njohur. Kujtoi kuzhinën e vogël, aromën e ushqimit, mbrëmjet e qeta. Kujtoi veten ulur në tavolinë, dorën mbi bark, duke imagjinuar jetën me foshnjët. Ajo jetë dukej shumë larg tani. Një tjetër dhimbje erdhi, më e fortë. Ajo u përkul pak, duke u kapur nga anash. Jo, të lutem. Dhimbja kaloi, por la pas diçka tjetër. Siguri. Trupi i saj nuk po priste më. Ajo u drejtua ngadalë, duke vazhduar të lëvizte edhe pse këmbët i dridheshin. Atëherë kuptoi plotësisht. Kjo nuk ishte vetëm për të mbijetuar, nuk ishte vetëm për të qëndruar gjallë. Ajo uli syt nga barku. Shprehja e saj ndryshoi. Frika kthye në diçka tjetër. Jam këtu, tha me zë të ulët. Nuk po ndalon. I ftohti shtohej, ajri bëhej më i ashpër, por diçka brenda saj u forcua. Ajo nuk ishte më vetëm, dhe nuk do të dorëzohej. Jo tani.
Jo për asgjë. Kontraksionet nuk u ndalën. Ato erdhën më shpesh, më afër njëra tjetrës, çdo herë më të forta. I ftohti nuk dukej më si diçka jashtë trupit të saj. Kishte hyrë brenda, duke i rënduar lëvizjet, duke i mpir gishtat, duke e bërë çdo veprim më të vështirë. Arta u përpoq të vazhdonte të ecte, të mbante ritmin që kishte krijuar, por këmbët filluan të tradhtonin. Një tjetër kontraksion e goditi, i fortë dhe i thellë. Ajo u ndal. Për një moment nuk kishte zgjedhje. Trupi ju përkul pak përpara, dora ju vendos mbi bark sikur donte të mbante gjithçka në vend. Jo, jo këtu, përshpëriti, me frymë të çrregullt. Por trupi i saj kishte vendosur tashmë. Ajo hoqi trikon me duar që i dridheshin, gishtat ngurtë të ngadalshëm. I mori më shumë kohë se ç'duaj, çdo sekond duke e zgjatur. Kur më në fund e hoqi, e mbështolli fort rreth barkut. Më mirë ata se unë. Mendimi erdhi pa hezitim. I ftohti ju përhap me një herë në krah, më imprehtë se më parë. Lëkura i digjej për një çast, pastaj filloi të mpirej. Ajo nuk reagoi. Një tjetër kontraksion, më i fortë, më i gjatë. Ajo hodhi sytë për rreth frigoriferit sikur mund t'i gjente diçka, ngrohtësi, ndihmë. Nuk kishte asgjë, vetëm rafte metalike dhe sipërfaqe të ftohta që reflektonin të njëjtin akull. Asnjë vend për të ulur, asnjë vend për të mbështetur, vetëm hapësirë. Ajo u zhvendos në mes, ngadalë me kujdes, u ul në pozicion, gjunjët që i dridheshin nga pesha dhe lodhje, fryma i dilte në copat vogla në ajër. U përpoq të kujtonte, këshillat, ushtrimet, merr frymë, nxirr frymë, qëndroje qetë. Por asgjë nuk duke e vërtet këtu. Një tjetër kontraksion u ngrit brenda saj. Trupi mori kontrollin. Ajo shtiu. Dhimbja u përhap me njëherë, e fortë, e përzier me të ftohtin që nuk largohej. Duart i ulën poshtë instinktivisht, edhe pse mezi i ndjente. Hajde, të lutem, përshpëriti. Shtiu përsëri dhe e ndjeu. Foshnja e parë po vinte. Frymëmarrja ju bëhet copëzuar. U përpoq të përqendrohej, por i ftohti po i merrte forcën. Një tjetër shtytje. Foshnja rrëshqiti në duart e saj. Një vajzë, e vogël, shumë e qetë. Arta e pa për një moment që dukej pafund. Jo, jo. Foshnja nuk lëvizi, nuk qau. Zemra i ra. Me gishtat mpir, filloi t'i fërkonte shpinën me lëvizjet ngadalta. I pastroi gojën sa mundi. Merr frymë, përshpëriti. Të lutem. Për një çast, asgjë. Pastaj, një tingulli i dvobët. Një qarje e lehtë. Gjoksi i artës u mbush me lehtësim. Je mirë, tha ajo, duke e tërhequr pranë vetes, duke e mbështjellur me trikon dhe duke e vendosur në gjoks. Ngrohtësi. Vetëm kaq kishte, por për momentin mjaftonte. Nuk kishte kohë të ndalej. Një tjetër kontraksion erdhi me njëherë, më i fortë. Trupi nuk priti. Ajo u rregullua sa mundi, duke mbajtur vajzën me njërën dorë dhe duke u mbështetur me tjetrën. Nuk mundem, përshpëriti, por nuk kishte zgjedhje. Foshnja e dytë po vinte, më shpejt. Ajo shtiu sërish, dhëmbët të shtrënguar, trupi i lodhur që luftonte me të ftohtin dhe dhimbjen. Foshnja doli shpejt. Një djalë, aq i vogël, aq i qetë. Arta ngroni për një moment që dukej i pafund. Jo. Krahu i saj shtrëngoi vajzën, ndërsa përpiqej të arrinte djalin. Nuk kishte mjaft forcë. Të lutem, përshpëriti, paniku duke u kthyer. U përpoq t'i fërkonte shpinën, por gishtat nuk i bindnin. E mbajti afër vetes, pranë vajzës. Sekondat kaluan, të gjata, të rënda. Pastaj, një frymë e dobët. Pastaj një tjetër. Ai qau. I dobët, por gjallë. Arta mbylli sytë për një çast, koka ju përkul lehtë përpara. Të dy. Gjallë. Nuk kishte kuptim, nuk duhet ishte e mundur, por ata ishin aty. Ajo i mbajti të dy fort një gjoks, lëkur me lëkur, duke u përpjekur t'i mbulonte me trupin e saj. Rregulloi trikon sa mundi, dinte që nuk ishte mjaftueshëm. Asgjë nuk ishte mjaftueshëm, por ishte gjithçka që kishte. Trupi i saj filloi të ndihej i largët.
i rënd. Mendimet u ngadalsuan. Ajo e kuptoi. E kishte lexuar dikur. I ftohti po fitonte. Forca po i largohej. Ajo uli syt përreth dy fricave të vogla në gjoksin e saj. Lëvizjet e tyre ishin të dobta, frymarrja e lehtë, por ata ishin gjallë. Kaq mjaftonte. Një buzëqeshje e lehtë ju shfaq në fytyrë. Ju kam, pëshpëriti. I shtrëngoi më fort pranë vetes. Çdo grimcë ngrohtësie që i kishte mbetur u dha atyre, sepse në atë moment e kuptoi qartë. Ata mund të jetojnë, edhe nëse ajo jo. Nata ishte ulur rënd mbi zonën industriale në periferit Prizrenit, ku rreshta ndërtesash të ulta betoni qëndronin të heshtura, me dritare të errta dhe porta gjysmë të mbyllura, sikur dita kishte mbaruar prej kohësh. Ajri ishte i ftohtë, i mprehtë, ai lloji i ftohtë që i mban njerëzit brenda dhe i lë rrugët bosh. Vetëm ndonjë makinë që kalonte her pas here e prishte qetësinë. Arben Hoxha nuk kishte planifikuar të ishte aty aq vonë. Ai ishte vonuar në zyrë, duke mbyllur një takim dhe duke parë disa shifra që nuk dilnin siç duhej, por sapo doli jashtë, diçka i tërhoqi vëmendjen. Një makinë e parkuar pa kanash, me dritat e emergjencës ndezur. Ndezeshin, thikeshin, ndezeshin, fikeshin. Shumë rregullt, shumë gjatë. Ai ngadalsoi hapat. Në fillim dukej si diçka e zakonshme. Ndoshta dikush e kishte lënë për pak kohë, por kishte diçka që nuk i përshtatej. Dritat vazhdonin pa ndërprerje, duke thyer errësirën në një ritëm që nuk përkonte me qetësim përreth. Arbeni ndaloi për një moment, duke vëzhguar. Askush nuk po afrohej. Asnjë derë nuk hapej, asnjë lëvizje brenda. Pjesa tjetër e parkimit ishte bosh. Ai u afrua. Zhurma e lehtë e zhavorit u dëgjua nën këmbët e tij. Syt i lëviznin me kujdes, duke vëzhguar çdo detaj. Kur arriti pranë makinës, pa brenda përmes xhamit. Një çantë në sedilin e pasagjerit. Një telefon në mes që ndizte her pas here. Njaftime, thirrje të humbura. Provoi dorezën, e mbyllur. U përkul pak më afër, duke e parë më me kujdes. Asgjë nuk dukej e çrregullt, por gjithçka ndihej gabim. Njerëzit nuk i linin telefonat pas. Jo kështu. Ai hodhi syt drejt ndërtesave përreth. Njëra prej tyre mbante një emër që e njohu menjëherë. Kelmendi Pharmaceuticals. Noçulla ju shtrëngua. Ai emër nuk ishte i panjohur. Adrian Kelmendi. Lidhja u formua menjëherë, duke i rikthyer kujtime që nuk ishin mbyllur kurrë. Vite më parë, Adriani e kishte mashtruar në një marrëveshje biznesi, duke i shkaktuar humbje të mëdha. Arbeni nuk kishte harruar. Ai pa sërish makinën. Pastaj ndërtesën. Dritat që pulsonin nuk dukeshin më rastësi. Diçka nuk shkonte. Nxori telefonin dhe thirri rojen e natës. Zëri i tij ishte i qetë, por i prerë. Hape ndërtesën, tha. Tani. Pak minuta më vonë, roja erdhi, i hutuar, por i gatshëm të ndihmonte. U përpoq të shpjegonte se gjithçka ishte mbyllur prej orësh. Arbeni nuk debatoi, vetëm e pa dhe përsëriti të njëjtin gjë. Toni ishte i mjaftueshëm. Hyn brenda. Brenda ishte edhe më i qetë. Korridoret e zbehta, ajri i rënd, hapat e tyre jehonin ndërsa ecnin më thellë. Ku? Pyeti roja. Magazina, tha Arbeni pa hezitim. Ecën më shpejt. Kur arritën te frigoriferet industrial, roja u ndalua. Janë të gjithë të mbyllura, tha ai. Hapeni, ndërhyri Arbeni. Roja hezitoi. Pastaj mori çelsat. Një nga një, kyçet u hapën. Dorezat metalike u kthyen me vështirësi, çdo zhurmë më e fortë zakonisht. Kur dera e fundit u hap, ajri i ftohtë shpërtheu menjëherë jashtë, i dendur dhe i rënd. Arbeni bëri një hap përpara dhe e pa. Artun. E ulur poshtë me zi e mbajtur me dy foshnja të vogla në gjoks. Lëkura e saj e zbehtë, buzët pa ngjyrë, fije të ngjrirura në flok. Për një moment gjithçka ndaloi. Pastaj ai lëvizi. Janë gjallë, tha fort. Roja nuk reagoi. Arbeni u afrua, syt duke vëzhguar shpejt. Foshnjet ishin pothuese pa lëvizje, por krahërori i tyre lëvizte. Dobët, por merrnin frym, diçka që nuk duhet të ishte e mundur. Thirr urgjencën, tha më fort. Roja nxori telefonin me duar që i dredhisnin. Arbeni qëndroi aty, duke parë Artën. Sytë e saj ishin gjysmë të hapur, të paqartë, por ajo ende ishte aty. Ajo kishte luftuar. Deri në fund. Minutat kaluan ngadalë. I ftohti vazhdonte të dilte nga frigoriferi i hapur, por tani dukej ndryshe. Nuk ishte më vetëm vendi heshtjes. Ishte vendi ku dikush kishte luftuar për jetën. Kur morritën paramedikët, gjithçka ndryshoi. Zëra, lëvizje, nxitim. Pajisjet u sollën me shpejtësi, duart e tyre punonin me përvojë. Morën foshnjët të parat.
pastaj artën, me kujdes, me shpejtësi. Arbeni u tërhoq pak, por nuk u largua. I ndoqi me sy ndërsa i nxorën jashtë, ndërsa dera u hap dhe nata e përpiu sërish. Dritat e makinës vazhdonin të pulsonin në distancë. Ndezeshin, fikeshin, ndezeshin, fikeshin. Por tani gjithçka ndryshoi. Për Arbenin kjo nuk ishte thjesht një shpëtim, nuk ishte rastësi. Ndërsa dera e ambulancës u mbyll dhe sirena çau heshtjen, një mendim u bë i qartë. Kjo nuk ishte fundi, ishte fillimi. Dhe këtë herë, Adrian Kelmendi nuk do të vendosë si përfundon kjo histori. Gjëja e parë që ndjeu Arta kur hapi syti ishte pesha. Jo dhimbja me njëherë, por një rëndes që i mbulonte trupin. Nuk reagonte si më parë. Duart i qëndronin të palëvizshme anash. Këmbët i dukeshin të largëta, sikur nuk i përkisnin më. Dhoma ishte e qetë, me një dritë të butë dhe me zhurmën e rregullt të aparaturave që mbushnin hapësirën. Pastaj erdhi dhimbja. E thellë, e përhapur kudo. Gryka i ishte tharë. Kur u përpoq të lëviste, edhe pak, një val dhimbjeje i kaloi nëpër trup. U ndal dhe mori frym ngadalë, duke u përpjekur të kuptonte ku ishte. Në spital. Era e pastërtisë tregonte. Kujtimet u kthyen me copa. Frigoriferi. I ftohti. Dera. Frymëmarrja ju ndryshua menjëherë. Foshnjat, pëshpëriti. Një infermiere u afrua, e qetë, duke rregulluar diçka pranë shtratit. Janë gjallë, tha ajo me butësi. Janë në kujdes intensiv. Kanë lindur herët, por janë të qëndrueshme. Arta mbylli sytë për një moment. Gjallë. Kaq mjaftonte. Por kur u përpoq të lëvizte këmbët, diçka nuk ishte në rregull. Një mungesë ndjesie, një boshllëk. Nuk pyeti. E kuptoi vetë që diçka kishte humbur. Dera u hap lehtë. Arbeni hyri brenda. Ai nuk u afrua menjëherë. Qëndroi për një çast duke parë që ajo ishte zgjuar. Ja dole, tha ai qetë. Ajo e pa drejt. Na gjete, u përgjigj. Ai pohoi lehtë. Heshtja bestyre nuk ishte bosh, mbante gjithçka që kishte ndodhur. Por jashtë asaj dhome, një histori tjetër kishte filluar. Adriani nuk kishte pritur. Brenda pak orësh, ai kishte filluar të ndërtonte versionin e tij. Raportoi Artën si të zhdukur, e përshkroi si të lodhur emocionalisht, si dikë që ishte larguar vetë. Deri të nesërmen, historia kishte dalë në media. Një burr i shqetësuar, një grua shtatzën nën presion, një keq kuptim. Historia u përhap shpejt. Disa e besuan, të tjerë dyshuan. E vërteta ende nuk kishte arritur. Brenda spitalit, Arta dëgjonte pjesë të saj, një televizor në korridor, një fjali e thënë pa kujdes nga dikush. Nuk ishte vetëm ajo që kishte ndodhur, ishte edhe mënyra si po tregohej. Zemërimi erdhi ngadalë. Jo me zë, por i qëndrueshëm. Ajo qëndroi aty duke kuptuar se historia e saj mund të ndryshohej nëse ajo heshte. Ajo nuk heshti. Kur erdhën hetuesit, ajo foli qartë, pa hutim, pa hezitim. Tregoi çdo gjë, zërin e tij në interkom, derën që u mbyll, fjalët që përdori, qetësinë e tij. Çdo detaj kishte rëndësi. Arbeni qëndroi pranë, pa u imponuar. Ai dha atë që dinte, marrëveshje të vjetra, sjellje që tani merrnin kuptim tjetër. Mirela vinte shpesh. Sillte rroba të pastra, ushqim të thjesht nga shtëpia, bukë, supë të ngrohtë, gjëra të vogla që e bëllin gjithçka më të përballueshme. Rasti filloi të formohej. Pamjet e kamerave tregonin Artën që hyri. Asnjë pamje duke dalë. Regjistrat tregonin hyrjen e Adrianit. Dokumentet financiare tregonin presion dhe borxhe. Nuk ishte një provë vetme, ishte gjithçka bashk. Kur çështja shkoi në gjykat, gjithçka ndryshoi. Nuk ishte më e qetë, ishte publike. Arta fyri në sallë ngadalë, me hapa të kujdesshëm por me qëndrim të fortë. Nuk pa turmën, nuk pa kamerat, pa atë. Adriani ishte ulur përballë, i veshur pastër, i qetë si gjithmonë. Asgjë në fytyrën e tij nuk tregonte çfarë kishte bërë. Për një moment, dukej si më parë. Por Arta nuk e shihte më ashtu. Kur foli, zëri i saj ishte i qëndrueshëm, nuk u nxitua, nuk e zmadhoi. E tregoi saktësisht si kishte ndodhur. I ftohti, dera, fjalët e tij, lindja, heshtja. Salla dëgjoi.
Pastaj erdhi mbrojtja. U përpoqën të vunë në dyshim kujtesën e saj, gjendjen emocionale. Ajo nuk reagoi, u përgjigj, qartë, drejt, pa u lëkundur. Pastaj erdhi momenti që ndryshoi gjithçka. Miranda leka. Në fillim foli në favor të tij, pastaj diçka ndryshoi. Pyetjet u bën më të forta. Ajo u ndal dhe foli. Ai kishte bërë të njëjtën gjë edhe më parë. Jo njësoj, por me të njëjtin model. Kontroll, izolim, frikë. Salla u bë e heshtur. Imazhi i Adrianit filloi të çahej. Jo nga një akuzë, por nga përsëritja, nga modeli, nga e vërteta. Historia që ai kishte ndërtuar u shemb. Për herë të parë, ai humbi kontrollin. Juria nuk mori shumë kohë. Provat ishin të qarta, dëshmit përputheshin. Kur u dha vendimi, Arta nuk reagoi menjëherë. Fajtor, në të gjitha akuzat. Fjala u vendos ngadalë, jo si vitim, por si e vërtet. Ajo që kishte ndodhur ishte pranuar, dhe njeriu që përpoq ta zhdukte, nuk kishte më fuqinë të ndryshonte historinë. Jeta nuk u kthye më si më parë. Nuk kishte rrugë mbrapa të ajo qetësie e zakonshme, të ato besime të thjeshta që dikur i dukej të sigurta. Ajo që erdhi pas ishte diçka tjetër, më e ngadalt, më e menduar, e ndërtuar hap pas hapi. Arta u zhvendos në Korçë disa muaj pas përfundimit të gjyqit. Shtëpia që zgjodhi ishte e thjeshtë, në një rrugë të qetë ku mëngjeset nisnin me tingujt e largët të njerëzve që hapnin dyqanet dhe me ritmin e zakonshëm të jetës që zgjohej ngadalë. Nuk ishte larg qendrës, por mjaftueshëm larg për të pasur qetësi. Ajri ndihej më i pastër, sidomos në orët e para të ditës kur drita hynte butë nga dritarët. Ditët e saj morën një ritëm të ri. Pa nxitim, pa zhurmë. Ajo zgjohej herët, shpesh para fëmijëve, më shumë nga zakoni sesa nga nevoja. Kuzhina u bë vendi ku gjente stabilitet. Lëvizte ngadalë duke përgatitur ushqime të thjeshta. Qumësht të ngrohtë, bukë, ndonjëherë vezë ose supë të mbetur nga darka. Aroma e ushqimit mbushte shtëpinë dhe i jepte një ndjenjë njete. Amara dhe Dren u rritën ngadalë. Në fillim ishin të brisht, të vegjël, me muaj që kërkonin kujdes të vazhdueshëm dhe vizita të shpeshta në spital. Por gradualisht u forcuan. Lëvizjet e tyre u bën më të sigurta, frymëmarrja më e qëndrueshme, dhe prania e tyre mbushi çdo cep të shtëpisë. Arta mësoi çdo detaj të tyre, çdo zë, çdo ndryshim në fytyrë, çdo nevojë para se të bëhej kërkesë. Shërimi nuk erdhi menjëherë. Trupi i saj mbante shenja. Ecja ishte e vështirë në fillim, disa gjëra nuk u kthyen më si më parë. I ftohti e ndikonte ndryshe tani, duke i hyrë më thellë në trup. Por ajo u përshtat, jo me ankesa, me pranimin e asaj që ishte. Ajo u përqendrua te ajo që kishte mbetur, te ajo që kishte fituar. Arbeni qëndroi pranë, por pa u afruar më shumë se ç'duhej. Në fillim vinte rrallë, gjithmonë me një arsye, për të sjellë diçka, për të rregulluar diçka, për të parë si ishin fëmijët. Nuk qëndronte gjatë, nuk bënte pyetje të panevojshme. Ai e kuptonte distancën dhe respektonte. Me kalimin e kohës, ajo distancë ndryshoi, ngadalë, pa u ndjerë. Besimi nuk u kthye lehtë për Artën, nuk ishte diçka që ajo e jepte pa menduar. U ndërtua me kohë përmes veprimeve të vogla që përsëriteshin pa pritje. Arbeni nuk u përpoq të zëvendësonte asgjë. Ai thjesht ishte aty. Kur diçka duhej rregulluar, e rregullonte. Kur fëmijët kishin nevojë për diçka, ai e sillte. Kur Arta kishte nevojë për qetësi, ai e linte. Kjo mjaftonte. Mirela mbeti pjesë e përditshmërisë, në një mënyrë tjetër. Sillte ushqim, qëndronte për bisedë, ndihmonte pa bërë shumë pyetje. Prania e saj sillte diçka të njohur, diçka që nuk kishte ndryshuar. Stinët kaluan. Shtëpia u mbush me shenja jete. Rrobat varura, lodra në qoshe, zëra fëmijësh që rriteshin. Arta u bë pjesë e kësaj jete pa e imponuar veten. Fëmijët ju afruan natyrisht. Ata nuk e njihnin të kaluarën, njihnin vetëm atë që ishte aty për ta. Kur Arta e pa këtë qartë, vendimi erdhi pa presion. Ai tashmë ishte pjesë e jetës së tyre. Formalizimi nuk ndryshoi shumë, thjesht i dha një emër asaj që ekzistonte. Arbeni adoptoi Amaran dhe Drenin, jo si shpëtim, por si përgjegjësi. Vitet kaluan. Jeta e Artës u zgjerua përtej shtëpisë. Në fillim me hapa të vegjël,
duke folur me një person, pastaj me një tjetër, duke ndarë historinë e saj pa zhurmë, pa dramatizim. Por fjala u përhap. Jo përmes bujës, por përmes besimit. Gratë filluan të vinin te ajo. Jo në grupe. Një nga një. Secila me historinë e saj. Arta dëgjonte. Nuk ndërhynte. Nuk nxitonte. Kur fliste, ishte e drejt për drejt. E qartë. Ajo fliste për ato që kishte kuptuar, jo vetëm për mbijetesën, por për shenjat që shpesh kalojnë pa u vënë re. Kontroll, izolim, frikë, gjëra që fillojnë qetë. Zëri i saj kishte peshë sepse ishte i vërtet. Ajo nuk e paraqishte veten si të fortë. Ajo ishte dikush që kishte kaluar përmes gjithë shkaje. Dhe kjo mjaftonte. Amara dhe Dren u rritën në një realitet tjetër. Jeta e tyre ishte e thjeshtë, e sigurt, me gjëra të zakonshme, shkollë, festa të vogla, darka familjare, mbrëmje pa frikë. Ata nuk e mbartnin atë natë. Ata jetonin atë që erdhi më pas. Emri i Adrianit u zhduk plotësisht nga jeta e tyre. Ai mbeti vetëm një emër në sistem. Pa ndikim, pa rëndësi. Jeta e Artës nuk e fshiu të kaluarën. Ajo u rrit mbi atë. Më e fortë, më e qartë. Ajo nuk u kthye në atë që kishte qenë. U bë dikush tjetër. Jo e përcaktuar nga ajo që mbijetoi, por nga ajo që ndërtoi më pas. Dhe në atë shtëpi të qetë në Korçë, rrethuar nga jeta që kishte mbrojtur me çdo kusht, e vërteta ishte e thjeshtë. Mbijetesa nuk ishte fundi. Ishte